Presidenti Amerikan Donald Trump është duke shqyrtuar seriozisht rikthimin e bombardimeve ndaj Iranit vetëm një ditë pasi deklaroi se anëpushimi me Teheranin po mbahet në reanimacion. Pas më shumë se një javë pritjeje për përgjigjen e Iranit mbi propozimin e ri amerikan, Washingtoni e ka konsideruar reagimin e Teheranit të papranueshëm, duke rikthyer në tavolinë sërish opsionin ushtarak. Sipas dy zyrtarëve amerikan të cituar nga Axios, Trump po anon drejt një aksioni ushtarak të kufizuar për të rritur presionin ndaj regjimit iranian dhe për ta detyruar të bëjë lëshime në programin bërthamor. Nga ana tjetër, Irani ka paralajmëruar se është i gatshëm të përgjigjë çdo skenari. Kryenegociatori iranian Mohammed Baker Kalibaf deklaroi se Teherani nuk do të heqë dorë nga kërkesat e tij dhe se për çdo qasje tjetër nga SBA-ja do ta çojë vetëm në përshkallëzim të mëtejshëm. Tensionet vinë në prag të vizitës zyrtare të Trump në Kin, ku pritet të diskutohet edhe konflikti në lindjen e mesme. Pekini ka kërkuar Iranin të arrijë një marrëveshje me SBA-n për t'i dhënë fund krizës dhe për të frenuar ambicjet bërthamore, por pa një rezultat konkret deri më tani. Burimet amerikane bëjnë të ditur se çdo vendim për rifillimin e bombardimeve nuk pritet të merret para kthimit të presidentit Trump nga Kina, përpara fundit të javës.